Kaos në autostradat e Kalifornisë. Një burr vodhi kamionin dhe përplasit 13 vetura kur ikte nga policia. Një kamion Çina raportuar si e vjedhur është përplasur me disa vetura të tjera gjatë një ndjekje në zonën e Long Beach, e cila përfundoi kur u godit jashtë një dyqani dhe shoferi doli nga rënohet para se të arrestohet. Në orën 4:20 pasdite, rreth 40 minuta pas përfundimit të ndjekjes, policia tha se duket se askush nuk ishte plagosur, shkruan CNBC, ndërsa arriti shpejtësi më shumë se 160 km/h në disa pjesë të ndjekjes, shoferi u pa duke u përplasur një numër automjetës gjatë më shumë se 20 minutave që po e regjistronte helikopteri Skycall. Kamioni udhtoi nëpër autostradën 605, më pas në autostradën 22 dhe në rrugë të tjera, duke kaluar ndonjëherë mbi ndarësit e mesit në anën e gabuar të rrugës. Pas orë 30 pasdite, shoferi goditi paktën 3 automjete duke përpjekur të kalonte ata në një kryqëzim në University Park Estates. Për disa sekonda shoferi goditi anën tjetër të një veture para se të përplasë dhe 2 automjete të tjera. Më pak se 15 sekonda pas këtij aksidenti të fundit në kryqëzimin East 7th Street dhe Terminal Avenue Eastside, kamioni goditi shkallët e një dyqani boje jashtë Sherwin-Williams, shoferi doli nga vetura dhe eci qindra metra. 2 minuta më vonë, oficerët e ndaluan dhe e lidhën në pranë, ndërsa ai po ecte në rrugë aty pranë. Raportohet se kamioni i vjedhur goditi paktën 13 vetura gjatë ndjekjes. Kur gjithçka u qetësua, Ricardo Colindes shkroi në Long Beach për të parë se çfarë kishte ndodhur nga kamioni i tij i punës.